zbatohet sigurinë e sistemit apo zbatohet. Edhe nisni atë parimit që po zbatohet, për një presupozimi, do po themi siguria e sistemit zbatohet, administrohet dhe regjistrohet në mënyrë të përshtatshme për të mbrojtur nga qasja e pa autorizuar ose nga modifikimi i programeve dhe dhënave që rezultojnë në përpunim ose regjistrim jo të plot, të pasakt ose të pavlefshëm të informacionit. Realisht që kjo është objektivi, tash na më po realisht a është me të vërtetë që ashtu apo po kemi tash po themi gjetje, po kemi konstatim, po kemi rekomandim. Cili mund të jetë risku i IT-s? Po themi përdoruesit posedojnë, tash ky një rast, po marrëm pak a shumë një skenar, do të kur përdoruesit posedojnë privilegje që nuk janë përputhje me funksionet e tyre të punës, duke lejuar kështu modifikime të pa autorizuara ose të pasakta në dhënat financiare ose kontable, të cilat mund shkaktojnë ndarje të konflikteve, detyra o gabime të paparandaluara ose të pabazuara financa të pazbuluara financa të pasakta ose vendimet menaxhimit bazuar në informacione mashtruese. Tash pak a shumë që këtu po themi risqet e mundshme do të në aspektin e IT-s, kur tash na po themi bazë të objektiva, ish dosh personi A me pas funksionin B, po e quaj, e funksioni B na shtash me pas redundant, po e quaj do të vetëm për lexim qasje, mirë po ai ndoshta e ka funksionin B edhe C, tash po e quaj funksioni C, ndoshta i lejon edhe me modifiku qasje ose ndoshta i lejon edhe me pa informacione të tjera, tani si pasojë që këto informacione mundet me bëna një farë modifikime të pa autorizuar apo diçka të caktuar. Vlerësimi të riskut do thotë ish dashur me leju dhe lejon që auditimi me qenë do të fleksibël, me qenë efikas edhe mi përmbush pak a shumë nevojat e një organizate, siç janë do të identifikimi i zonave të reja të riskut ose të riskjeve, identifikimi i ndryshimeve, qasja në informacionin aktual, qoftë rregullator, qoftë ligjor, shfrytëzimi informacione të ndryshme do të mbledhura shëndet gjatë procesit e kështu me radhë. Risku realisht po themi mund të jetë që lidhet me aplikacionet financiare, tash shpesh po lidhet ndoshta se po me bazë standarde, bazë tyne po lidhet me pjesën financiare shumë, mirë po tash po themi analizimi i flow charts ose i rrjedha, në përgjithësi po themi rrjedha pune, diagrame të operacione, pastaj përdorimi i pyetësorëve të ndryshëm do të për analizë të rrezikut ku marrën pyetësorë do të përmundit me identifiku dot rreziqe. Nuk ka rujtje jashtë vendit për të dhëna kopje rezervë të ofruar, për të ofruar siguri të arsyeshme të disponueshmërisë në rast të fatkeqësie. Sigurimi i kërcënimit, tash me qenë se po themi sforuhen jashtë vendi, çka ndodh nëse kemi uragane, kemi tërmete katastrofale, po e quaj dot me shkallë të lartë, ose ndalim i papritur, blablabla. Tash si përcaktim tash që kjo po themi për me vlerësu riskun që mund të jetë një farë shablloni që ofrohet për ISAK, por tash ta mundna kuptohet për institucionin tonë do të me modifiku, edhe sa është gjasa me ndodh le të themi që ky uragani, tash ndoshta uragan, ose në atë gjasa është e vogël, do veç nëse vjen vej. Po, mirë po mund të ketë ndoshta ndonjë tjetër, po themi sa është probabiliteti i caktuar, po themi me një farë njësie me ACD-5 nivel, sa ka ndikim, nëse ka me ndodhur realisht, sa ka me qenë ndikimi, ato me qenë ndikimi, niveli ndikimit i lartë i ulët e kështu me radhë, do thotë tash po themi në këtë rast i lartë kena marrë me impakt 75 që mund të jetë përqindje. Risku, po themi aplikacioni nuk mund të rikuperohet në rast të dështimit të sistemit duke ndikuar, tash nëse s'po i ruajmë nga dhënat, që po ne kuptojmë këtë rast skemi vazhdimësi të biznesit. Kosovën do të edhe në Prizren, ku po përmendëm zakonisht ose në veçantë në Prishtinë, do të në 3 vendet ka ndodhur diçka do të ku ne ka prish, çka ndodh me aplikacioni s'mund të kthehet edhe para shumë po themi një rrezik i lartë. Pavarësisht për shkollës së rrezikshmërisë. Si fazë e dytë, thamë ke plani i auditimit, do thotë ku realisht ashtu ky plan listohen objektivat e auditimit, përshkruhet pak a shumë konteksti do të i planit të auditimit, zhvillohet një orar i auditimit, do të sot do të jetë ajo tash përveç asaj periudhës të mbolshmërisë, po e quaj do çfarë fazet, çfarë periudhë të mbolshmërisë po bën auditimi, po njëkohësisht do me ditë sa po me zgjat auditimit, do të se tash nëse po vjen po themi në sektorin e IT-s, na kemi plot operacione ditore që s'kem çfarë po marr me çështjet që sqarohet do të janë objektivat e auditimit, edhe konteksti do të çfarë konteksti po ndodhet
auditimi, do thotë çfarë po si objektiv çka po përpiqemi realisht me mërri, do thotë me këtë auditim. Do të mbështeten auditim financiar, pajtoshmëri po themi me politikat e brendshme, me rregullator ndryshëm, ligjore, siguri e kështu me radhë, në disë kontesti ku po kryhet realisht puna. Një sistemi centralizuar, sistemi decentralizuar. Sistemi decentralizuar nështë na kemi nevojë më shumë këtë komunat, nështë kemi nevojë më shumë këtë dek të banka, do thotë me ditë apo ndodh tash sistemi është i centralizuar, po megjithatë nështë na po dojna me këshir që po funksionon ajo banka atje do të njëjtin sistem e përdor, po megjithatë do thotë marrësisht në çfarë konteksti, apo shkojnë vish në data center, apo shkojnë vish në server, apo shkojnë do thotë si objektiv. Që një rast po themi prap një farë plani i auditimit kushtimisht në bëha në formë tabelare, fusha IT, sistemi informacioni, objektive e kontrollit do të ISO do të 1.0, operacionet e TAIS mbështesin planifikimin, pastaj si një fushë tjetër po themi siguria e informacionit, menaxhimi i kontrollit ndryshimit, që e pa përmendur më herët realisht si një aktivitet, edhe cili është objektivi i kontrollit, cili është aktiviteti i kontrollit. Paka shumë do të bëhem është godët po me kobitit, kemi si shablonës gashme, cilat çdo herë po themi mund t'i marrim edhe t'i përshtasëm do të për çështjen tonë.